çfarë është e mira integrimit? Është fakti që ne tani ndodhemi në mes të dy institucione, pavarësisht nga debatet që kanë ato me njëra tjetrën, pavarësisht që krizat kanë ato me njëra tjetrën, por tashmë ti nuk ikën dot ku do ti. Ti ke një rrugë dhe do të shësh atje. Nëse nuk do të shësh atje, nuk do futesh në be. Në qoftë se futesh në be dhe nuk zbaton parimet e BE-s, nuk do kesh akses te fondet e saj. Prandaj un kam theksuar që dorëheqja e Ramës apo këmbgulja e tij për mos dhënë dorëheqje për sfidat e vështira të vendit ton është një në mënyrë metaforike do të jetë një urë shëmbur drejt integrimit evropian, ku Shqipëria do ketë pengesa, vonesa edhe cënim të cilësisë së integrimit. Si pyetje e fundit, për shkak të minutazhit televiziv, kujtoj një bisedë tonë dikushme, ku ju keni përmendur shumë raste në bota, përfshirë ato Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku mendja ruhet, vlerësohet, kontributet natyrisht vlerësohen dhe është ajo rotating door, pra që sot je në politikë, nesër je në akademi, je në think tank apo je në biznes, ndërkohë që në Shqipëri duket se vuajmë nga sindromi Kalas Rozafës, pra ndrohet ministri, jo vetëm qeveria, dhe fillon çdo gjë nga e para, përfshi dhe modelet të cilat merren. A mendoni se kush mund të jetë receta magjike apo Deus ex machina që të frenohet kjo? Nuk ka recetë magjike, por do ketë recetë të detyrueshme. Sepse ne që në 2005, edhe pse kishim shumë probleme, por kishim presion nga Bashkimi Evropian, miratuam një ligj për administratën publike që debatin qeveri ishte po mirë si do u japim ne mandat doganjerëve dhe tatimorëve dhe të tjerëve që akuzojnë që janë korruptuar. Mirë, po ky koncept nuk ekzistonte në të drejtën europiane. Gjë e fajtor pushoje, po ti s'mund ta pushosh thjesht se ai është një parti tjetër. Mbrojtja që duhet jetë më e fortë dhe duhet edhe në legjislacion. E dyta që ka të bëjë me faktin, duhet të ndryshojë mentalitet. Edhe ne edhe popullsia e vendit tonë, po sidomos leadershipi. Nuk ka për të bërë kur Shqipëria në qoftë se kur është PS-ja në pushtet, gjithë të mirët janë në të majtën dhe kur është PD-ja dhe gjithë këshinjt janë në të djatën dhe kur është PD-ja në asjelltas. Ne duhet të krijojmë barazinë e mundësive, kupton. Kjo është thelbi, që ai nuk e kupton. Ku ka liri, ka zhvillim. Ku ka barazinë mundësish, ka zhvillim. Ku ka nepotizëm, korrupsion, kapje shteti, është shkatërim. I karrierës ti politike, por për fat keq dhe shqiptarëve.